Të jetosh këtu është e qetë dhe frymëzuese. Jemi të rrethuar nga natyra, nga tradita, nga historia. Kemi një kulturë goxha të gjerë, e cila na tregon historinë e të kaluarës sonë, por ndonjëherë është e kufizuar sepse nuk ka shumë aktivitete për të rinjt apo mundësi punësimi dhe shpeshherë detyrohemi të largohemi në qytete më të mëdha. Besoj se përvoja e mentorimit mund të më bëj të ndihem më shumë konfidente me veten time, më ndihmon që të marr vendime më të mira dhe të përgatitem për të ardhmen dhe më jep një ndihmë duke u përgatitur për jetën time personale dhe profesionale. Korça region is special because we have a lot of landscape like Prespa National Park, landscape Drenova, Sinica and Gramozy slope that make a combination with culture heritage, with our way of living and with all the things that we have in the culture. In the European Green Belt, here in the region of Korça, we have seen two major challenges. It is the loss of natural and cultural heritage and the lack of opportunities for young people. The European Green Belt is not just a line in the map, it is a bridge that connects people, nature and stories across borders. Our project brings this vision to life by connecting young students with local entrepreneurs in green entrepreneurs, like women artisans, ecotourism operators. Together, they learn from each other, exchange skills, and create new opportunities, new sustainable way of living. Deri vonë ka qenë buqësia dhe turizmi sezonal, por me projekte të reja, siç është inkubatori i trashëgimis natyrore, po shohim që kemi ekoturizëm, kemi buqësi të qëndrueshme dhe krijime në lidhje me kulturën, siç ndodhemi dhe sot tek Lirika. Ripi Gjelbër për mua është një burim frymëzimi. Pse? Kjo lidhet me të gjitha motivet që të sjellin kostumet. Po të shikosh duke punuar këto ngjyra, këto nuanca, këto motive janë të gërshetuara dhe të ardhura në një mënyrë origjinale nga e djeshmja. Është një frymëzim sepse të gjitha motivet janë të ardhura nga populli, lulet, ornamentet janë një motiv i risjell. Prandaj është një burim për mua Ripi Gjelbër. U jap mesazhin të gjithëve, të gjithë të rinjve sidomos, që të eksplorojnë, të shikojnë, mos ndalen së pari dhe përcjell traditën tonë dhe mendoj që ata duke e parë do ta dashurojnë dhe do përcjellin vlerat e tyre për vendin e tyre, të rinë dhe ta përcjellin në miqtë dhe jo vetëm në vendin tonë, por ta shpërndajnë këtë eksperiencë gjithandej dhe jashtë kufive, duke treguar identitetin tonë që e kemi shumë e vlerë. Mendoj se përvoja me mentorimin lokal më jep shumë shpresë për të qëndruar në vendin tim dhe për të mos u larguar, më jep mundësinë që të krijoj diçka timen, që ka lidhje me natyrën, me traditën. Dëshiroj që të krijoj një kamp ku familjet jenë më të bashkuara bashkë dhe të kenë një lidhje më shumë me natyrën dhe me tradita, domethënë tek ai kamp të ketë gatime tradicionale, familjet kalojnë kohë së bashku. The European Green Belt gives us a shared space where conservation and community come together and where young people become the voice for a greener future.